Rikthehemi në transmetim të drejtë për drejtë për të ndarur tashmë në hapësirën e intervistës ku do të diskutojmë situatën zgjedhore në Kosovë, por jo vetëm, edhe në Shqipëri, ku palët majoranca dhe opozita janë përfshirë në debate, por edhe në diskutime sa i përket një reforme zgjedhore, gjithmonë sa herë që bëhen zgjedhje në vendin tonë, ka problematika sa i përket të zgjedhjeve, por që nuk i përngjajnë as pak asaj që ka ndodhur në Kosovë, ku për 3 orë nga mbyllja e procesit të votimit, ne kemi patur pothuajse rezultatin përfundimtar të zgjedhjeve të 28 dhjetorit për të kujtuar për gjithë teleshikuesit, zgjedhje të cilat risollën konfirmimin e lëvizjes vetëvendosje të Albin Kurtit me 49.30% të votave, e cila përkthehet në 56 mandate në kuvend. Unë do të kem vetëm për pak çaste Zotin Kristaq Kume, ish kryetar i KQZ-s dhe ekspert zgjedhjesh. Zoti Kume, përshëndetje. Përshëndetje. Do të pyes fillimisht për atë çka ndodhi ditën e djeshme në Kosovë, si e përcollet një zgjedhje, një palë zgjedhje që u mbyllën në ora 19 dhe rezultati që erdhi si gjithmonë, nuk është se habit Kosova, për 3 orë kishim 90% apo 99% të rezultatit. Si e pat këtë dhe si ka mundësi që Kosova gjithmonë është shumë më përpara nesh sa i përket kësaj situate ku Shqipërisi duhen ditë tëra për të pasur një rezultat? Në qoftë se partitë politike tek ne do të bien dakord dhe të ndryshojnë mënyrën se si administrohet vota pasi ka përfunduar procesi i votimit, pra si vlerësohen dhe numërohen dhe dalin në rezultatet, nga kjo mënyrë që kemi sot e përqendruar ku mblidhen në një vend të gjithë kutit e votimit, në atë që kemi patur dikur përpara 2003-shit, ku rezultati nxirrej në qendrën e votimit, edhe ne nuk do të kishim ndonjë diferencë, kush e di se çfarë, ose pothuajse zero do të ishte diferenca midis asaj që ka ndodhur në Kosovë dhe asaj që do të ndodhte edhe këtu në vendin tonë. Pra nuk se kanë në Kosovë diçka, sjellje diçka ndryshe ndaj këtij procesi shumë të rëndësishëm të zgjedhjeve, pra numërimit dhe vlerësimit dhe tabelimit të rezultateve, përveç se kanë një metodologji tjetër. Ata nxjerrin rezultatin në qendrën e votimit dhe nxjerrin rezultatin vetëm për partitë politike, pra rezultatin politik të zgjedhjeve, kurse të tjerat pastaj janë pjesë e procedurave që vazhdojnë dhe nuk bëhen më në numërimet dhe vlerësimet e votave në qendrat e votimit, po bëhen në vendet të numërimit të votave të grumbulluar kështu siç tek ne. Këtu kam parasysh në numërimin e votave parapërkyese që marrin kandidatët për të shpërndarë në bazë të tyre pastaj mandatet midis kandidatëve të listës, ashtu sikurse edhe numërimi i përqendruar që bëhet për votën e ardhur nga jashtë Kosovës, pra votën e diasporës. Pra, edhe njëherë, propozimi që ju është bërë, se tashmë ky propozim është bërë, është në tavolinën e Komisionit të Reformës Zgjedhore për të bërë ndryshimin, për të numëruar votat në qendrën e votimit nga komisionet e qendrës së votimit dhe jo në mënyrë të përqendruar për rezultatin politik të procesit zgjedhor, të miratohet nga partitë politike dhe nga Kuvendi i Shqipërisë dhe pas saj ne do të kemi rezultatin në kohë. Pra gjithçka e lidhni me modelin që Shqipëria duhet i numërojë votat pikërisht aty ku votohet. Pra nuk do të bëhet ai procesi mbledhjes kutive të gjitha në një qendër, sa bëhen gati, sa